marrë pjesë, më tha që unë duhet të tregoja një histori nga jeta ime. Me thanë drejtën, jeta ime, sidomos në 50 vjeçarin e parë, ka qenë krejt e rrafsh, krejt monotone, shtëpi punë, punë shtëpi, një përpjekje që mos me na nodh gjanë, jo me na nodh gjanë. Edhe kush e dinte se mos gjithë kësaj histori një regjizor i nderuar edhe i suksesshëm si Budina do të kishte nevojë për një ngjarje time. Megjithatë, unë kulumtova në thellësinë e punëve të mia dhe thash do të tregoj një ngjarje e cila radikalisht ma ka ndryshu jetën, mu edhe punëve të mia, sepse në momentin që unë flas, unë nuk mund ndahem nga punët e mia edhe nga librat e mia. Ne jemi një edhe të pandashëm. Ishte dikun viti 78 ose 79, po prisja në Tiranë një makinë me ardhë në Shkodër, edhe makina po vonohej, me atë makinë kisha ardhë, edhe vjen një djalë që unë e kam pas shok në vitet e mia të Elbasanit. Edhe u ul aty në park me mu, tek zogu i zi, edhe po bisedoshin. Thot mua, more vesh, thot, se i kanë pushkatu, thot, një 2 djemë, thot, që janë marrë me poezie, me letërsie, me kësi punë. Mu u qa qieli edhe mëra copa kërës, pikërisht sepse unë në atë kohë isha i implikum me shkrimet e mia dhe të cilat mas një farë kohë nuk ishin ma një dorë letra, po u ban një strajc me letra, e ma vonë u ban një ark me letra, e ma vonë u ban një raft me letra. Dhe kur e mora vesh se 2 djemë të cilët ju njihni vllazmi edhe shoku i tij ishin pushkatu për disa poezi që ju kishin gjetë aty. Atëherë unë erdha në shtëpi gjithë kohën të menu dhe vendosa atë natë që të gjitha letrat e mia, të cilat në një mënyrë ose një tjetër mund të më komprometonin në një rast fatkeq, ti digja dhe djegjen e tyne unë ta kryja në zallin e Kirit. Do të më thoni jo mu, po pse më qa kishe shkru ti? Unë kishe shkru vetëm fantazin time, imagjinatën time, por kur disa letra dhe disa fjalë bin në durët pahirta, ata kthehen në armë vetvrasjeja, po jo lexoj një poezi të cilën shumë mirë mund të ishte keq kuptu edhe mund të më kishte çu në një situatë të pakthyeshme. Dashnor mi qytet. Ky qytet do djeg. Fund e maje. Shkrum e hi, që të mos shpëtoj asgjë, as kush, as unë, as ti, përpos dashurisë së pafuqishme. Të nesërmen masdite, mora një strajc të madhe, një shkreps sa në atë kohë s'kishte çakmak,
edhe unë isa në Zallë Kirit, ishte rreth ora 5, kështu, kishte diellë ne, edhe shkova u futa thellë atje, gjithaj Zallë Kirit që kishte qenë hapsina që na kishte ma gjeps si kalamaj, që na kishte dhanë të gjitha lirit që donim na qyshte lamja në ujnat e pastrat Kirit, edhe deri të zanja e gardalinave, edhe shetitjet tona jashta kontrollit prindve. Kjo hapsin ma gjepse do të bëhej skenografia e asgjesimit të esencës time, të kohës time, të frymëzimit tim e tjere. Unë isha atje, mlodha një grumull me krane edhe me deg të thata, edhe i bana edhe një si votër kështu, po e shisha vedin se po nguroja, pra isha shumë ngurus. Dhe neja, aty ishin ata, maj mend që bona 1-2-3 prova me shkrepse, a punojnë, as punojnë, punoshin perfekt. Ata ishin gjelatët e mi në atë moment. Atëherë, thash të ashti, filloj edhe me u erë, ishte nuk e di çfarë stilet ka qenë, filloj mu erë edhe thash, unë duhet të kryj këtë punë shpejt e shpejt edhe të ikin punë time. Shkodranët e dinë shumë mirë se ka masditja nga ana e lindjes të qytetit, fillon e fërën një fllad i çuditshëm, sidomos në verën, pranë verë dhe në vjeshtën e parë, dhe për çudi ajo erë freskt që vinte prej diku u përplaste unë dhe më befasoi. Më befasoi për një fakt thjesht, se në atë kohë i mashim flokët e gjatë, edhe filloj një culluf flokësh, filloj me lviz në shtysen e erës. Edhe mu duk sikur ai culluf flokësh, ai fitil flokësh, ishte ajo fshirësja e xhamave të makinës, që e sqaron pamjen. Edhe masineja edhe disa momente ashtu, u qova, mora shtajcen me veti, edhe thash, jo, nuk do t'i djek. I ktheva shpinën asaj votëre të improvizume, dhe erdha e i pruna në shtëpi. Nuk e di, nuk maj mend se kam menu diçka, mrena mejet nodhi një përmysje e aty paratyshme, unë u terminova ose u qmena, diçka nodhi në mu, diçka përmysse, dhe i mora e i qova në shtëpi. Atëherë, e keqja ishte se unë nuk dija në atë kohë dhe nuk di prap as një varg timin nuk e di përmendsh. Kështu që si kur digjeshin, unë do kisha veprën, e do të kisha kurajon, dhe do të kisha fillimet, pra nuk do kisha ma kurajo me ja fillu asaj punë, sepse moti, klima dhe situata edhe për shumë vite tjera vazhdoj të jetë pra jo favorizuese, jo inkurajuese e liris time të thellë që unë kisha marë. Megjithatë, në fantazin time, unë e quajta si të krym këtë akt djegjeje të tyne, dhe shkrova një poezi disa vjetë, 1 ose 2 vjetë mrapa, sikur ajo kishte ndodhur. Pra, çlirimi im
duhet të vinte o në formën reale të i djeg ato, ose në formën simbolike të i shkru sikur unë i kam djeg. Po ju a lexoj edhe mesh mortore për vargjet e mi. Jetut midis dy zjarresh. I pari i lindjes, mitra e juj uftof. I dyti i djegjes, kujtesa ime s'ju pranon. Pa zë, paloseni, flaka julpin, pa vorr, pa gur, në një muran hini jeni shtri. Edhe këtë këngë ju a knova, edhe këtë gjam ju a bëna. O të lindunit e mi të vdekun, o bi të haresës më të nxehtë. Nata ju thret si hyj, e dita ju vret si hyj. Faleminderit. Faleminderit.